Gruaja ime do ta bëj atë punë pa pushim gjithë ditën, nuk mundem dot më. Zilja e orës më zgjoi në orën 6:30 si çdo ditë tjetër të javës. Hapa sytë dhe për një moment të shkurtër, para se vetëdia të më pushtonte plotësisht, ndjeva një qetësi të çuditshme. Pastaj kujtova, dje ishte e njëjta gjë, pardje e njëjta, dhe sot do të ishte përsëri. Ktheva kokën nga ana tjetër e shtratit. Jetesa ime, gruaja ime, ishte zgjuar tashmë. E dëgjoja në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin, duke kënduar ndonjë këngë të vjetër të pa vedosur. Ajo kishte energji të pafund. Ajo ishte një bateri që nuk mbaronte kurrë, dhe unë isha lodhur duke u përpjekur të vazhdoja ritmin e saj. Është gati dashuri, bërtiti nga kuzhina. Unë ngrita. Këmbët më dhimbnin sikur kisha vraptuar maraton një ditë më parë. Shkova në banjë, pash fytyrën time në pasqyrë. Sytë e mi kishin rreth të zinj poshtë tyre. Lëkura ime ishte e zbet. Nuk dukesha 35 vjet, dukeja 50. Jetesa ishte gjithmonë kështu, që nga dita që u njohëm, ajo kishte një energji që të tjerët e quanin infektuese. Në fillim më pëlqente, më bënte të ndihesha gjallë, të ndihesha se jeta ishte një aventurë e pafund. Dilnim çdo fundjavë, udhëtonim, bënim shëtitje të gjata në mal, qëndronim zgjuar deri vonë duke folur për gjithçka dhe asgjë. Por pas martesës, pas fëmijëve, pas përgjegjësive të përditshme, ajo energji nuk u shua, përkundrazi u bë më e fortë. Dhe unë nga ana tjetër fillova të ndjeja peshën e viteve, të lodhjes, të përditshmërisë. Ishe mirë sonte? Më pyeti teksa haja vezët e fërguara. Fles si shqiponj, unë nuk të zgjoj dot. Nuk pata zemër t'i thoja të vërtetën, se nuk isha fjetur mirë prej muajsh, se trupi im kërkonte pushim, jo vetëm gjumë, por pushim të vërtet, se ndonjëherë, kur ajo më prekte natën, unë shtiresa se flia për të mos pasur nevojë të them jo. Mirë kam qenë, gënjeva. Ti, çfarë do të bësh sot? Ah, kam plot, tha ajo me sytë që i shkëlqenin. Fillimisht do të çoj fëmijët në shkollë, pastaj do të shkojnë në palestër, pastaj pazar, pastaj të pastroj shtëpinë, pastaj të gatuaj diçka të veçantë për darkë, dhe pastaj për ty kam një surprizë. Buzëqeshi. Dhe unë u përpoqja të buzëqeshja gjithashtu, por brenda meje diçka bërtiste. Unë nuk dua surpriza, unë dua të fle, dua të pushoj, dua të jem vetëm për 5 minuta pa ndjerë se dikush prej diçka nga unë. Dita ime ishte po aq e lodhshme, sa e saja, por ndryshe, unë punoja në një zyrë, 8 orë rresht para kompjuterit, duke u marrë me problemet e njerëzve të tjerë, duke zgjidhur kriza që nuk ishin të mijat. Kur kthehesha në shtëpi ndihesha bosh, jo thjesht i lodhur, por bosh, si një enë që dikush e kishte zbrazur plotësisht. Por ajo ishte aty, gjithmonë aty, me buzëqeshjen e saj, me përqafimet e saj, me pyetjet e saj. Si kalove? Çfarë bëre? Të mungova? Dhe unë përgjigjesha gjithmonë njësoj. Mirë dashuri. Edhe ti? Por në të vërtetë nuk ja thoja kurrë, se ndonjëherë kur mbyllja derën e zyrës pas meje, do të doja të qëndroja aty edhe pak, në heshtje, para se të kthehesha në shtëpi dhe të fillonte përsëri performanca. Se ndonjëherë, kur ajo më tregonte planet e saj për mbrëmjen, unë do të doja t'i thoja, sonte jo, sonte dua të ri në divan, të shikoj televizor dhe të mos flas me askënd. Por nuk e thoja, sepse e doja, sepse nuk doja ta lëndoja, sepse kisha frikë se mos ajo do të mendonte se unë nuk e dua më. Darka ishte vërtet e veçantë. Kishte përgatitur gjellën time të preferuar, kishte vendosur qirin në tavolinë, kishte veshur fustanin e saj të kuq, atë që ma kishte mbajtur mendjen që nga dasma. Unë u përpoqja të isha prezent, u përpoqja të haja me oreks, të buzëqeshja dhe të bëja shaka. Por trupi im ishte tashmë në gjumë, edhe pse sytë e mi ishin hapur. Pastaj erdhi ajo pjesa që unë e dija se do të vinte, por që shpresoja të mos vinte sonte. Eja, më tha, duke më marrë me vete, kam një dhuratë për ty. E ndoqa në dhomën e gjumit. Ajo kishte vendosur edhe atje qirinj, kishte hedhur petale trëndafili në shtrat. Gjithçka ishte perfekte, shumë perfekte. Dhe unë qëndrova aty, në mes të asaj dhome që ajo e kishte kthyer në një skenë romantike dhe ndjeva se nuk kisha me energji për të luajtur rolin tim. A je mirë? Më pyeti ajo duke vënë re, ndoshta diçka në fytyrën time. Nuk munda të gënjeja më. Jetesa, unë të dua shumë se çdo gjë në këtë botë, por sonte nuk munda dot. Nuk kam energji, kam muaj që nuk fle mirë, kam muaj që mundohen të jem ai që ti do që unë të jem, por nuk munda dot më vjen keq. Prita që ajo të ofendohej, prita që sytë e saj të mbusheshin me lot, që ajo të më thoshte se nuk e dua më, se diçka nuk shkon me mua.
por ajo nuk e bëri. Ul në shtrat pranë meje dhe mori dorën time. Pse nuk më the më parë, pyeti butësisht. Nuk doja të të lëndoja. Por unë jam groja jote, tha ajo. Unë jam këtu për të të mbështetur, jo për të të lodhur. Unë nuk e dija se ishe kaq i lodhur. Ti gjithmonë thoshe mirë, mirë dhe unë besoja se ishe mirë. Unë nuk jam lexuese mendjesh. Dhe pastaj qau, por jo nga zemërimi. Qau sepse kuptoj se unë kisha vuajtur në heshtje për të mos e lënduar atë. Qau sepse kuptoj se dashuria ime për të ishte po aq e madhe sa kisha zgjedhur të vuaja vetë në vend që t'i kërkoja asaj të ngadalsonte ritmin. Ajo natë nuk bëm dashuri. Ajo natë biseduam për orë të tëra, si në fillimet e marrëdhënies son, kur gjithçka ishte e re dhe emocionuese. I tregova për lodhjen time, për presionin që ndjeja në punë, për nevojën time për kohë vetëm, për heshtje, për pushim. Ajo më tregoi për energjinë e saj që ndonjëherë ndjente si mallkim, për frikën e saj se mos unë do të mërzitesha nga ajo, për dëshirën e saj për të më bërë të lumtur. Unë mendoja se duke më dhënë gjithçka, duke të bërë surpriza, duke qenë gjithmonë aty, do të bëja të lumtur, tha ajo. Nuk e dija se po të lodhja. Edhe unë nuk dija si t'i thoja, i thash. Kisha frikë se mos ti do të mendoje se nuk të dua më. Ajo më përqafoi fort. Të dua, përshpëriti, dhe do të mësojmë të gjejmë një ritëm që funksionon për të dy. Më premto se nuk do të vuash më në heshtje. Ta premtoj, thash. Dhe për herë të parë pas muajsh fjeta pa ëndra, pa merak, pa të peshë në gjoks. Fjeta sepse e dija se nesër nuk do të kisha nevojë të shtiresha. Nesër do të isha thjesht vetvetja. Zile e orës më zgjoi në orën 7. Kisha fjetur 8 orë rresht, gjë që nuk më kishte ndodhur prej muajsh. Jetesa ishte zgjuar tashmë, por këtë herë nuk dëgjoja zhurmë në kuzhinë. U ngrita dhe e gjeta të ulur në koltukun e dhomës së ndenjes, duke lexuar një libër me një filxhan çaj pranë saj. Mirëmëngjes, tha duke buzëqeshur. Si ke fjetur? Mrekullisht, thash. Po ti, pse nuk më zgjove? Sepse të duhet pushim, tha ajo, dhe sepse mësova se ndonjëherë mëngjesi përbashkët nuk është aq i rëndësishëm sa gjumi yt i qet. U ula pranë saj. Ajo mbështeti kokën në supin tim. Do të gjejmë ritmin ton, tha. Ngadalë, por do ta gjejmë. Dhe unë e besova, sepse dashuria jonë nuk ishte thjesht një ndjenjë, ishte një zgjedhje e përditshme për të qenë aty për njëri tjetrin. Dhe kur kjo do të thoshte të ndryshonim ritmin, të ngadalsonim, të mësonim të lexonim shenjat që trupat tanë na dërgonin. Kaloi një vit nga ajo natë. Nuk është se gjithçka u zgjidh për një herë, pasi pati ditë kur unë përsëri u lodha, pati ditë kur ajo përsëri donte më shumë se çun mund të jepja, por tani kishim një gjutë përbashkët. Tani unë mund t'i thoja sot jo, pa frikë se ajo do të ofendojë. Dhe ajo mund të më thoshte, unë kam nevojë për ty, pa u ndier fajtore. Mësuam se dashuria nuk është gjithmonë zjarr dhe flak. Ndonjëherë është një zjarr i vogël që digjet ngadalë, që ngro pa djegur. Mësuam se pushimi nuk është armiku i dashurisë, por aleati i saj. Mësuam se të thuash jo nuk do të thotë se nuk do, por se ke nevojë të marrësh frymë për të vazhduar. Dhe mbi të gjitha mësuam se marrëdhënia e shëndetshme nuk është ajo ku askush nuk lodhet kurrë. Është ajo ku të dy pranojnë lodhjen e tjetrit dhe e mbajnë peshën së bashku, edhe kur kjo do të thotë ecin më ngadalë. Sot kur shoh çiftet e reja që sapo kanë filluar rrugtimin e tyre, dua t'u them, flisni për lodhjen tuaj, për kufijt tuaj, për atë që nuk mund ta bëni dot, sepse heshtja nuk mbron dashurinë, heshtja e vret atë ngadalë pa e kuptuar askush. Dhe unë që për muaj të tërë vuajtja në heshtje për të mos e lënduar atë që doja, mësova se ndonjëherë fjalat më të vështira për t'i thënë janë pikërisht ato që shpëtojnë gjithçka.